që t'i japim universitetit markën e ekselencës dhe ta bëjmë tërheqës duke i frymzuar vajzat dhe djemtë që duan të hapin perspektivën e arsimit lartë për veten e tyre, përmes një mundësie të re, një mundësie që t'u jap atyre forcën e dijes për të qenë të nevojshëm për vendin, po për të qenë nevojshëm edhe kudo qoftë tjetër që ata do duan të provojnë veten. Dhe kështu lindi ideja për të shkuar së bashku me ministren në atë kohë dhe me zëvendësrektoren dhe një grup si një delegacion në dyert e Universitetit Boku, ku njohëm të ditëlindurin e sotëm Hubertin, që jemi në garë me bardhin se kush e do më shumë, sepse para mbledhjes e lam që lule do e epja unë, po bardhi duke qenë se foli para meje, përfitoi nga radha për t'ia dhënë lulet vetë.